Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e muajit qershor. Muaji qershor, një muaj që do flitet shumë për sa i përket takimeve, bisedimeve dhe mundësive që mund na jepen. Muaji qershor quhet dhe si muaji i qershive, por në anën tjetër është ndikimi, favorizimi, mundësia dhe koha e duhur në çështjet që neve kemi. Gjithmonë në muajin qershor nisim çështjet të lëna pezu, përfundojmë disa gjëra në lidhje me anën tonë më të mirë të mundshme që do të thotë vazhdimësia, ekonomia dhe jo vetëm. Kemi të bëjmë shumë me një muaj të veçantë në llojin e vet, sepse fillon dhe ndikimi i verës. Meqense kemi të bëjmë një verë që nis me qershorin në lidhje me muaj i parë i verës, do të thotë një ndryshim mjaft i madh që ndodh. Qershori për sa i përket për vitin 2026 është një muaj që duket sikur qëndron mes dy botëve. Nga njëra anë ende mban shpejtësinë, kuriozitetin dhe shqetësimin, dhe në anën tjetër kemi një ndikim shumë të madh, sepse ka të bëjë në lidhje me muajin e vërtetësisë, e korrektësisë, sepse dielli në shenjën e binjakut